Miqtë e Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë. Ja ku takohemi sërish pas disa ditësh me profesor Engjëll Luka për të folur për disa ngjarje që po qarkullojnë në botë dhe po diskutohen më së shumti, por ajo se çka është më kryesorja është ajo që shënon pra 21 janari i 2011-s, sot në 2026, 15 vite dhe akoma nuk kemi drejtësi për 4 të vrarët, për atë që ne e kemi konsideruar ndryshimi i këtij regjimi që vazhdon akoma dhe sot, që është kjo marrëveshja pala midis Berishës dhe Ramës. Tash ne do flasim për ato që do trëndafila, ke përgjithësi që marrin trëndafila, dalin ato drejtësi. Ju keni më mirë se sa Engjëlli nuk na zbërthen kush drejtësinë që ka në këtë vend. Ju keni një problem të madh. Që doni të bini gjithmonë të njëjti fyll që u vran 4 veta, e thonë, stërthonë, thënë 15 vjetërisht, u vran ata 4 veta, humbën jetën, janë dëshmor të këtij vendi, janë njerëz që duhen respektuar e duhen nderuar gjithë jetën, sepse në mënyrë barbare një shtet budall vrau njerëz krejtësisht pafajshëm. Domethënë, mund të qelloj që shteti i ndjerë në rrezik të kundërveproj, edhe në forma të egra, po fakt është se ata 4 persona që vranë në datën 21 janar ishin krejtësisht të pademshëm. Për asnjë lloj gjëje. U vranë me duar në xhepa. Pa rrezik për askënd. Domethënë ishte një vrasje e qëllimshme për të nxitur konflikt masiv. Unë për të di sa të herë do t'ju them që unë nuk jam këtu për të thënë ato që thuhen e stërthuhen për ditë nga mediat, nga politikanët e tjera. Edhe Pisku për këtë është, për të thënë ato që nuk thuhet në mediat e tjera. Unë them atë që nuk e din të tjerët, apo që unë mendoj se të tjerët nuk e din. Por në përgjithësi, ju siguroj që këto gjëra ju nuk i dini. Dhe jo vetëm nuk i dini, por në mënyrë të qëllimshme shteti bën gjithçka për të na mbyllur gojën, apo për të mos na lejuar, për të mos na lejuar që populli se për ndryshe do të ishte zbuluar vërtet. Po, të marrin të vërtetën e vërtet. Sepse është fakt që 21 janari nuk nisi në 21 janar. Kur ka nisur? Shumë kohë më përpara. Domethënë, 21 janari ishte një fushat e egër për ta futur Shqipërinë në konflikt, në vllavrasje. E arritën atë? Dhe natyrisht, jo, nuk e arritën. Nuk e arritën, po jo sepse ashtu donte Edi Rama dhe ashtu donte Sali Berisha apo të tjerët. Po për çfarë arsye nuk e arritën? Do ta themi. Tani, ashtu siç ju kam shpjeguar Gërdecin, dhe mos haro 2 ditë pas Gërdecit jesh bërë atentat Trumpit, gjasme. Ne tani do të shpjegojmë që në 21 janar ishte vendosur një skenar njësoj si i Siris. Ai Siris përfundoi me gjakderdhje masive për gati 500.000 të vdekur, të vrarë, të masakruar, të djegur, të therrur, pamjet më makabre bota i ka parë pikërisht në atë konflikt. Të nxitur qëllimisht nga amerikanët dhe izraelitët, që përveç se Siris doni të merrin mbar gjithë veriun e Afrikës, Shqipërinë, Turqinë, Jordaninë e tjerë. Gjë që nuk e arritën dot, siç ju thash, jo sepse nuk donin apo se nuk mundnin. Kush i pengoi? Çfarë i pengoi? E vërteta. E vërteta që doli në disa burime të inteligjencës dhe u prap në këto vende se Amerika qëllimi nuk e kishte që të binte paqe, që të binte një regjim demokratik. Po, gjithmonë e kundërta se çka thonë. Po e kundërta, që të mos i zgjatim në terminologji. Po. Në Shqipëri ishte shumë e thjeshtë për të bërë një skenar të tillë, ashtu siç është e thjeshtë dhe sot. Sepse këtu korrupsioni është masiv, që të gjesh një të korruptuar në nivele të larta, nuk bën më lajm, është. Jo s'bën më lajm. Nuk bë përshtypje as. E vështirë është të gjesh një jo të korruptuar. Ai do ishte lajm. Ai do ishte lajm. Dhe kështu që ata zgjodhen një figurë që natyrisht e kishin shumë të lehtë dhe që bënte bum, domethënë si lajm. Futën dritan Priftin që në një farë mënyrë e kishin dhe agentin e tyre. Regjistruan videon me Ilir Metën.
Po, regjistruan videon me Ilir Metën dhe kështu e bën i nxitën të tëra palët në konflikt. Sepse këtu në Shqipëri të gjithë dinin që të tërë janë të korruptuar. Me Sali Berisha, me Edi Rama, me tërë, qa janë, qas janë, tërë, majtë të djathtë, po qëllimi ishte që të nxisin një konflikt. Sa për dijeni, në datën, në mos gaboj, në 8 shtator të 2010-ës, do me thënë, 4 muaj më përpara, unë kisha bërë një bised me atasheun e Karabinjerisë italiane në ambientet e ambasadës italiane, me ftesta ati vetë, unë edhe sot disponoj kardizitën e ti, që ja kam treguar prokurorisë, dhe qëllimi im ishte që të vija në lëvizje ambasadën italiane që të detyronte Bankën Intesa San Paolo të më kthente ato që më kishte marrë. Domethënë, Banka Intesa San Paolo ishte kyçi i zgjidhjes sepse ashtu siç edhe kisha shkruar ambasadorit, dhe i kam shkruar dhe më vonë, që Banka Intesa San Paolo nuk bënte as të tjerët. Nuk bëni dot veprime kundër meje pa pasur informacione të marra nga inteligjenca. E kupton? Për gjithë skenarin e zhvilluar. Edhe sot Banka Intesa San Paolo është armiku numër 1 i Shqipërisë. Me korruptimin masiv të njerëzve, me korruptimin e gazetarëve, me korruptimin të shtetit dhe të shtetarëve në nivelet më të larta, dhe aty edhe ashiqare ata të gazetarët më kanë thënë që çfarë doni ju të bleni bakut. Se bankat i kërcënojnë. E kupton? Pas këtij takimi direkt këtu ka ardhur Manganelli, drejtori i përgjithshëm i policisë italiane, që mua më njifte personalisht. Kupton? Do direkt të nesër. Dhe të gjitha këto takime bëheshin me qëllim që të bënin sa më shumë zhurmë dhe të zhduknin atë pjesë të së vërtetës që doja të thosha unë. Po çfarë bëhet fjala e vërteta? Konflikti midis meje dhe bankave, në radhë të parë me Bankën Intesa San Paolo, dhe bankës me shqiptarët. Jo, dhe mua me shtetin italian, që më dëboi në mënyrë të padrejtë, ndërkohë që unë i kisha dhënë shërbime që i shërbenin edhe italianëve, ndërkohë që ata e kishin detyrim ligjor dhe bënin çmos dhe vazhduan edhe 2-3 vite të tjera që mua të më impononin o të japin parat, po të japin parat vetëm po domethënë për na shërbeve neve. Pa. A kupton, domethënë po u bëre aseti ynë. Të gjithë këtë konflikt e nxitën qëllimisht pra për gjakderdhje dhe për vllavrasje me qëllim që të zhduknin, ashtu siç duan të zhduknin dhe sot, çdo të vërtet rreth grabitjeve. E kuptoni? Tani, unë do t'ju them një gjë që ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë. Është botërore fakti që Donald Trump kërkon Groenlandën. E mbyllëm me ISI? Nuk e kemi mbyllur akoma, pritni. Po kemi mbyllur akoma. Si lidhin gjëra? Sepse gjërat janë pikërisht të lidhura. Dhe europianët janë të alarmuar. Sidomos francezët, italianët, gjermanët, aty edhe edhe vetë britanikët që aty edhe vetë britanikët që kanë qenë historikisht dhe gjithmonë në krah të Shtetet Bashkuara të Amerikës, tash kanë filluar të shkëputen, sepse politika amerikane është jashtëzakonisht agresive. Shumë prej njerëzve e quajnë edhe hitleriane, më keq se hitleriane. Ka një farë të drejtë zoti Trump në atë mes. Dhe do ta shpjegojmë për Groenland. Pas sa shkruajti email prap Trumpi më duket. Po. Jo. Atëre. Ne do themi ata anën europiane. Po. Ndërkohë që zoti Trump kërkon dhe kërcënon që do ta marrin patjetër Groenlandën, europianët janë jashtëzakonisht të shqetësuar bile deri aty sa që ngren pikpyetjen që amerikanët po lozin politikën e të fortit. Pa. Sepse natyrisht amerikanët janë të fortit. Dhe nëse Europa ka ndajtur në paqe, në urti, në begati, më the të thash, edhe në sajti të amerikanëve, të mbrojtjes amerikane. Por midis tyre ka pasur gjithmonë konflikte, jashtëzakonisht të rënda. E kupton? Deri edhe zhdukja agjentësh, spionim të njëri tjetër dhe më thetash, nga të dyja palë, ka pasur gjithmonë.
Po tani konflikti ka dalë hapur dhe është bërë natyrisht një konflikt i pastër armiqësor. Nuk është me një konflikt midis miq, po një konflikt i pastër armiqësor. Dhe siç të thash, europianët e ka shprehur dhe qartë, mos gaboj, edhe zoti Macron edhe Meloni, që amerikanët po lozin politikën e të fortit, në vend që të lozin rregullat e partneritetit, ligjin, konventat që kanë me njëri tjetrin, traktate, më the tash. Tani këtu do them unë, atë time. Po jepi pra, jepi. Miq, tu dëgjoni të. Në fakt, i kam bërë dhe një email ambasadës italiane, e cila në të dy emailet e saj e ka refuzuar emailin që kam dërguar unë. Në dy adreset e saj. Dhe pyetja ime është, ç'është ndjehen ata tani që dikush tjetër los politikën e të fortit në kurisë të tyre? Pa, ti i kthen do ti bumerangu asaj se çka kanë. Po unë ta kam thënë 100, po pra, ta kam. Po pra, ata politikë, ata luajtën kundër meje dhe vazhdojnë ta luajnë. Ata vazhdojnë të luajnë të njëjtin politikë. Ata vazhdojnë të përdorin shtetin shqiptar, të fortin kundër meje që janë me ligjin. Ti e sheh kështu në interesin tënd për shkak se ato kanë luajtur me ty, por realisht e drejta se si është e drejta. Unë nuk po e bëj thjesht sepse ata kanë lozur me mua. Po sepse logjika e gjithë çka kanë bërë ata kundër meje i çoi këtu. Pikërisht ata korruptuan, mashtruan, gënjyen. Dhe një ditë kjo është gjëja më normale që do ndodhte. Sepse, që ta dini juve, kur futet në mes loja të korruptuarit dhe të fortit, e di kush fiton? Më i forti. Dhe kush janë më të fortët sot? E themi më. Kush? Ata që janë nga... Kush? Po thepra amerikanët. Jo, tani të fortët janë rusët dhe kinezët. Prandaj amerikanët janë të lemerisur dhe duan Groenlandën. Kinën me Venezuelën. Më falë se me leshin. Prit, se s'kemi mbaruar. Po lere qa goditi, ju akoma nuk e keni kuptuar që Kina po zapton Arktikun bashkë me Rusin dhe duke zaptuar Arktikun, Amerikës i është hequr e drejta të kontrolloj, do më thënë të verë sanksione. E vetëm mundësi që ajo mbante, do më thënë e kishte për të mbajtur gjallë dollarin. Dhe nëse s'mbajt gjallë dollarin, Amerika është e mbaruar. Dhe këtë të dyja palët e din dhe europianët që në interesin e tyre nuk është... Europa ku anon më shumë, nga Kina dhe Rusia apo nga Amerika në këtë rast? Europa gjithmonë ka qenë me falë për shprehjen ajo shkërdhat e madhe. Ashude. Nëse Europa ka lozur duke përfituar nga të tëra anët dhe është viktim e pikërisht kësaj politike. E kupton? Dhe amerikanët... Po qëndrimet e Macronit, si po duken ndaj Trumpit? Atëre, Franca, shiko... Pakën këto dy e kanë më këshu, më zjartë dhe përplasin një tjetër në distancë. Franca... Madje Trumpi mbrëm tha që shumë shpejt ai s'dihet më president i Francës. Atëre, Franca historikisht ka qenë kundër Amerikës, apo më saktë një rebele brenda kampit perëndimor. Macroni po mban po të njëjtën linjë. Të njëjtën linjë. Nga ana tjetër, Franca është vendi më i fuqishëm ushtarakisht, që posedon edhe në Europë. Në Europë. Do të thënë, në të gjithë partnerët e fuqishëm të Europës, Gjermania, Italia, Franca, Spanja, Britania etj. Franca është ajo që dominon. Nga ana ushtarake, nga ana diplomatike, nga ana e bazave që ka, në fakt, Britania ka çik më tepër se i ka edhe bashkë me Amerikën, po që për të qenë kështu si shtet më vete dhe si fuqi tamam pro-europiane, bile Franca gjithmonë ka tentuar të bëjë një bosht franko-gjerman që të tjerë nuk e kanë dashur, antarët e tjerë të Europës. Dhe qëllimi i francezëve ka qenë gjithmonë që të shkëputen nga dominimi amerikan. E kupton? Derisa praktikisht punët erdhën që vetë amerikanët duan të shkëputen nga Europa. E kupton? Dhe arsyeja është se Europa i ka lënë dyert hapur për kinezët e për rusët. I ka lënë duart. Gjithmonë.
Rasti i konfliktit të Ukrainës ku Europa u bë kundër Rusisë ishte në fakt një budallëk me brirë. Sepse mos kanë ndikuar për të prishur marrëdhënien e tyre thua apo jo? Ja. Për një kohë shumë të gjatë Europa ka anuar nga Rusia. Po. Dhe rusët në fakt nuk janë sjell keq me Europën. Ky është budallëk me fjalë që Europa jetonte me gazin rus, me naftën, me uraniumin, sepse Rusia është nga përpunuesit më të mëdhenj të uraniumit të gatshëm, si lëndë përdorshme. E kupton? Dhe Rusia furnizon edhe Amerikën vetë me uranium të gatshëm për përdorim. E kupton? Tani gjithë lufta dhe konflikti me Ukrainën në fakt ishte një i qëllimshëm nga ana e liderëve europian për të mos ju nënshtruar ligjit, për të mos lejuar mediat që të hapnin gojën, për gjithë maskaralleqet, korrupsionin, më thënë çka kanë bërë ata. Kupton? Dhe në këtë prizëm kanë fituar gjithmonë ata që kanë qenë më të fortë. Kinezët, rusët, turqit, ata që s'dalin fare në pa. Bile këto nuk janë vetëm artikujt inteligjencës dhe ato që po them unë dhe i di unë, po ka pasur edhe vetë gazetarët belg që para 5-6 vjetësh kanë ngritur alarmin se Brukseli ishte bërë si një kamp ku kishin ngritur çadrat ato agjencitë e inteligjencës gjithë botës. Po për çfarë vinin aty? Për çfarë bindeshin? Sepse mund të korruptonin, se mund të blinin, sepse mund të merrin informacione, sepse mund të ndikonin tek ata, që të bënin politikat si donin të tjerët, dhe jo si që intereson të qytetarëve europianë. Amerikanët gjithmonë e kanë ditur këtë. Dhe gjithmonë e kanë ditur, jo vetëm gjithmonë e kanë ditur, po edhe në luftën e Kosovës, Amerikanët nuk kanë dashur që t'i bashkojnë forcat me këta. Domethënë, veprimet koordinoheshin, po forcat amerikane ishin gjithmonë të ndara nga të tjerët. Nuk ishin në të njëjtën, si thua, bashkësi. E kupton? Dhe pothuajse gjithmonë kështu kanë bërë. Me të drejta, po pa të drejtë, Amerikanët e kuptojnë se politika europiane nuk u intereson me. Po e njëjta gjë në fakt është edhe nga vetëm europianët. Sepse është një konflikt që do linte se s'bën. Amerika ja u futi, më fal për shprehjen, në konfliktin me Ukrainën se naftën që europianët e merrnin fare lirë nga Rusia dhe gazin filluan ta marrin nga Amerika me 3 çifish çmimin. Do li e fituar Amerika nga i konflikt. E kupton? Domethënë, këtu konflikti midis partnerëve më të rëndësishëm, më të njohur, më të pushtetshëm që kanë qenë Europa dhe Amerika, tashti është bërë një konflikt që gjenerohet vetë nga korrupsioni. Dhe nga i cili kanë përfituar gjithmonë kinezët dhe rusët. Jo më kot kinezët arritën këtë nivel që kanë, që praktikisht janë tash fuqia e parë prodhuese në botë. E kupton? Në shumë nivele Kina. Po si e shet tani, do ta marrë Amerika Groenlandën apo jo? Atëre, nëse e merr Amerika Groenlandën apo jo, një gjë është e sigurt. Europianët janë gjithsesi të humbur. Të humbur. Të humbur. Edhe nëse merr, edhe nëse jo. Edhe nëse e merr, edhe nëse s'e merr. Nëse e merr, natyrisht Europa humb një pjesë të madhe të territorit, se janë 2 milion kilometra atje, dhe natyrisht Groenlanda, përveç afërsisë që ka me pellgun e Arktikut ku ka përfitime të shumta, po edhe toka e Groenlandës patjetër ka rezerva, domethënë pasurore. Nga ana tjetër, nëse nuk e merr Amerika, e merr Kina. Do futen në lojë Kina? Ata janë në lojë. Janë në lojë. Ata janë në lojë. Kush mendon se mund ta marrë? Po s'ka rëndësi, edhe njerë kuptoj edhe njerë di. O e merr Amerika, o e merr Kina, njësoj është, për Europën është njësoj. është njësoj si puna atyre, diti, ai dhëndri që kishte ai çifti i pleqve që kishte 2 dhëndur, domethënë 2 vajza 2 dhëndur? Jo. Njëri kishte tullaxhi. Po bukur me këto fabule. Njërin e kishte tullaxhi e tjetrin bostanxhi. Po. Edhe prej vitesh se vështirë të lëviznin njerëzit nga shtëpia atko. E kishin martuar për shembull njërin në një fshat
një kilometër, ashtu një ditë larg, tjetri në një fshat tjetër. Po, siç kanë qenë. Si që ishin atëre. Edhe një ditë prej ditësh plaku i thot plakës o plake, vetë që shikoj që ka to fëmijët tanë andej, vajzat ta, edhe në dorët e fëmijët që kanë që s'kanë. Po i këtë plak i thot, ve ajo, që ku shim sa për rrugës e vete plaku. Në atë parte e kipari, te Tullagjiu. Si jeni, si shkojnë ndaj po këtej Tullagjiu, mirë jemi, thot, po rashi, thot, ma mirë të varë vetën. Se po të binde shi prish ishi Tulla. E hiku plaku i zi me frikë në zemër, do vari vetën këtë, do mbeten kalamajt rrugëve, qupa me fëmijët, me një prembesa. Të nesme të tjetëri, të Bostanxhiu. Pjenë mua betesim, i thot plaku, qësh jene dhe po këte? A i Bostanxhiu i thot, mirë jemi, thot, po, ama thot, po sërajnë pikë shi, thot, unë më mirë të varë vetën. Se po mos bindeshi nuk bej Bostane, edhe kjo, punë Europës e këshu, rashi, s'rashi, ata e kanë ngrënë, ata e kanë ngrënë, e kupton? Dhe më dhenë, ata kanë përdoru një politik të fortit, kundër meje, po kanë arruar që duke luftuar kundër meje, kanë bërë tradhti madhore. Sepse këtu nuk ka të bëj me personin, e kupton? Ka të bëj me faktin që ata kanë sulmuar një njeri që i mbronte. Ata vazhdojnë, sulmojnë një njeri që i mbron. Një njeri që punon për ligjin. Se duan ashtu ata. Po pra, ata nuk duan veten e tyre. Dhe unë vazhdoj t'ju përsëris, ore, ju nuk keni shpëtim tjetër përveç se të ktheheni në vlerat tuaja, në vlerat e sundimit të ligjit, të respektit njeriut. Jo se kjo duhet patjetër për të shpëtuar Altinin apo Engjin. Po sepse është e domosdoshme për të ruajtur sistemin, për të ruajtur institucionet, për të ruajtur shtetin, për të mos lejuar që të ndërhyjnë të tjerë, të korruptojnë, të blejnë, të marrin gjithçka që Europa mezi e ka ngritur për shekujt të tërë. Këta nuk e kuptojnë, janë debila nga trut. Këta kanë marrë atje në Europë analist nga inteligjenca, që gjasme janë koka inteligjencës. Ata e zhytën Europën në konflikt me Ukrainën, duke menduar se do fitonin me Rusin, ashtu si nuk kanë marrë vesh kur se qa është vetë Rusia. Se po ta këshin ditur, nuk do ishin puta dhe lepsur deri të pikë. Kanë humbur qindra miliarda, triliona euro në atë luftë. Dhe janë të humbur, dhe me keqja se janë të humbur. Rusi, kinezi, amerikanët të tjerë të tërë do diktojnë rregullat e lojës mbi Europën. Si ka mundësi që ky kinezi, ndërkohë që as nuk ndjehet fare, as të ndjehet, s'ka nevojë. Unë ta kam thënë 100 herë ty që kinezët dhe të tjerë, gjatë kohës së presidentit Nicolas Sarkozy, i kanë marrë Francës me shantazh 600 miliard euro. 600 miliard në 5 vjetë. Për 5 vite? Për 5 vjetë. 600 miliard euro. Vetëm Francës. Pa llogaritur të tjerë. Po është kjo parë, kjo parë. Pagoj njerëzit. Kur kanë këtu me miliona euro. Dhe mos haro që Franca. Po kjo me antimafian italiane për këtë që u kapën këtu për këto forex e këto gjërat me këto parat donë që dolën në. Pra punë këtu ore. Edhe me pra punë këtu. Jo më. Po dëgjoj këtu tash. E ke ndjek me këtë aksionin. Po prit. Po si Po këta janë të tërë inkriminuar nga kokat e këmbët e akombat i. Këta janë të tërë inkriminuar nga kokat e këmbët. Nga kreu i Spaku, te kreu i prokurorisë Tiranës, te kreu i policisë të tërë. Asnjëherë se ka thënë këtë që thatën. Asnjëherë. Të tërë nga i parit e këfund të tëri, s'kam thënë të tërë me emra, Klodian Brau, sa për djeni, ta themi që këtroq. Opa, unë i kam thënë, u i theme dhe letë dalin kështu balë për balë po të doj. Klodian Brau, midis të tjerave, ka fshehur letrën që unë i kam dërguar Adnan Xholit. Por si e merr guximi që thu që kreu i Spakut. Kreu i Spakut është krye kriminali. Kreu i Spakut është krye kriminali i Shqipërisë. Dhe është autori kryesor i humbjes së të paktën 5 miliard dollarëve që ka marrë bankers.
Është ai autori kryesor. Mirë, ma shpjego pak të situatën që shkon antimafia, 3 muaj përgjime, investigime, futen brenda aty me njerëz të kamufluar, të infiltruar atje, ditën që bëhet aksioni, prishin gjitha provat. S'kan asnjë provë në dorë. Si e shpjegon ti? Kur shkon spaku do të Unë nuk e besoj që ata s'kan asnjë provë në dorë. Po mi kanë disa gjëra minimaliste, po do të kishin shumë herë më tepër. Më tepër. Kjo nuk diskutohet. Tani unë qa bej këtu që kam 18 vjetë që shkojnë në prokurori, dini që juve? Të tëra që qojnë atje zhduken. Të tëra, bile tani që po flasim, unë të thash që do vjetë e prokurori e përgjithshme, atëre, prokurori e përgjithshme ka quar letër në prokurorin e Tiranës, ku unë kam kërkuar procedim penal dhe disiplinor, do më thënë kam bërë kallëzim penal kundër 2 oficerëve të policisë gjyqësore, e kupton? Dhe ata e kanë zhdukur letrën e prokurorisë përgjithshme. Zhdukën edhe dosjen që olla unë në kuti. E diti? Brenda prokurorisë, këta janë të marrosur komplete. E kuptoni juve? Qartë si te e kemi thënë, tani, do çdo ditë. Tani, në rastin konkret. Në rastin konkret. Ti po thuaj që ata... Që është prekshme dhe më e bujshme që kanë transmetuar gjithë mediat e thonë gjithmonë edhe doli dhe emri... Po ti e di që kallëzimi im është i para 8 vjetëve pikërisht për këtë punë, për këto shoqërit call center. Bile më sakt, është i para 15 vjetëve. Kallëzimin e parë për shoqërit call center, unë e kam bërë kundra Gron Shehajt për vjedhje të klientelës. Okej, se. Prit. Jo, të kuptoj, po nuk duhet dalë kush e ka boj pari. Jo, prit. Po mos harroj një gjë, prit. Mos harroj një gjë. Dëgjoj këtu ti, se këtu nuk është puna që unë bëra një kallëzim dhe kallëzimi nuk u vu në vijë. Jo, kallëzimi u zhduk nga shefi sektorit i antikrimit ekonomik e financiar i drejtorisë policisë së Tiranës, i cili është një i Gramos Ruqit, kreu të kuvendit, ish kreu, po. Do më dhenë, ti kudo që shkon, gjen një njeri që ka si për një tjetër, pastaj një tjetër në malë, në kupol. Kalati branche. Do më dhenë, ti shkon atje, tek ajo kulla atje, për të marrë provat, po aji është imbrojtur nga tjetri, nga një drejtor policie, drejtori policisë nga një prokuror, prokurori nga një qeveritar, qeveritari nga një parlamentar, parlamentari nga një mik në Amerikë, në Itali, në Spanjë, në të tashti. Këta e në të tërë. E kuptoni juve? Europa po shkatërohet nga një zinxhir i tërë biznesesh të tipike mafioze. Të ndërtuara vetë qëllimisht. Ndryshe që a thonë shqiptarët dhe gazetarët i thonë të tëra sprapthi, sepse edhe nuk i din. Nuk i din, atere. Po ma thunë më shumë teori që ne këto janë të... janë konkrete këto. Por në rastin konkret, në rastin... Si e dyshon, si e sheti, si e analizon, do me thonë që 3 muaj antimafia tje, lejen e këto emisione investigative, e shko bëgë edhe... Që antimafia? Kjo nuk erdi nga antimafia, kjo erdi nga populli italian. Kërkesa nuk erdi nga antimafia. Nuk e kuptoni juve që antimafia vetë në Itali është njësoj si antimafia jonë. Antimafia këtu. Njësoj. Do më dhenë, ata punojnë të tëra së prapti, çdo gjë e kanë fasadë. Nuk do zbardhet e thua ti për shumë skema ty? Unë nuk po them që nuk do zbardhet, sepse presioni është shumë i madh. Nga kush për shembull? Pra nga njerëzit thua? Nga njerëzit. Po jo nga njerëzit në Shqipëri, jo. Nga njerëzit në Itali, pra. Nga njerëzit në Itali. E kanë hongër sa... Po e kanë ngrënë ata, domethënë para 2 vjetësh kur ishte që erdhën spanjollët këtu, ata akuzonin këta call centrat shqiptar, edhe ca të call centra më duket në Bullgaria ku diun, që kishin grabitur 234.000 qytetar europian. E kuptoni, ata kanë bërë batërdin me $100 miliarda që investohen për të grabitur. Po ç'lidhje kishte ta Orland Balla këtu tani? Atere, në ratë të parë nuk mund të themi a kishte apo s'kishte, pa parë... Jo, ajo që qarkullojnë nëpër media. Mirë, ajo që qarkullojnë nëpër media... Derisa ne themi diçka ndryshe nga tjerë. Jo, tani unë duhet të matem mirë para se të di që me të vërtet është apo s'është motret Orland Ballës të mes. Po unë nuk do të çuditë afare një. Ashtu. Po nuk ke informacion që të ke diçka të Orland Ballës. Unë di këtë që zotëria në fjalë Kush? Orland Balla. Është kallëzuar nga ana ime.
E shkallëzuar sepse në një mënyrë Po, jo për këtë gjë. Jo për këtë gjë, jo për këtë gjë. Për një tjetër gjë, për grabiti ishte dhe ajo. S'ka rëndësi, ashiqare fare. Me emër, me figurë, me të tëra, grabiti e bankash edhe sot e kësaj dite pas 3 vjetësh, policia e shtetit nuk lëviz nga vendi. Fare. E kuptoni, këta s'kam a pikën e respektit për ligjin. Edhe sot që ta ulan balë nuk Fare, jo, njësoj. Njësoj se kam fare problem këta. Fare. Ore, këta jo se kanë problem se e tha që gabimun. Këta s'munden ndryshe se këta kanë futur këmbët aty pikërisht për të sjellë kështu. Për të mos vepruar. E kuptoni juve? Këta gjitha këto kudhët që shikon ti këtu, se këta thonë me emra që ka filani, po unë me të drejtën time do të kërkoj që të jetojnë drejt për drejt asetet të këtyre që vinë nga parat që bankat t'i lëvrojnë dhe jo japin prokurorve, policëve, atyre të spakut, gazetarve pa emër. Mos kujto koti se thoshte Belinda Balluku, ka ardhur ai Gjobaxhiu. Bravo. E di për kë kishte fjalën? Për kë? Për atë Meksin, Endri Meksin. Për atë kishte? E thoshte troqa. Po mirë më. Me që e përmende, kjo e Ballukut, kjo rasti tjetër. E shumë raste tjera se i kena harruar se na japin ushqime të përditshme, dalin ai shumë raste çdo ditë dhe prapë s'ka asnjë gjë domethënë. Shqiptarët janë gjithë. Ja shive, ja, i shef se këtu ke panorama më të bukur. Jemi ke parlamenti, ke vendi i këtyre njerëzve, domethënë që ne kemi zgjedhur vetë që të na vjedhin, na grabisin, të na shkatrojnë dhe të na largojnë nga ky vend. Edhe ti vendosin njerëz gjë kështu. I kemi zgjedhur vetë. Gjithë në rrallë. Jo kemi në rregull, si ke zgjedhur. I kanë zgjedhur. Flasim në kuptimin që u po flas për masën tani që janë gjithë gjumë. Janë gjithë gjumë që nuk gjithë të gjëra po ndodhin dhe nuk ka asnjë lloj gjëje, më Angel. Atëre ta tregoj një histori tjetër unë? Ma tregoj se këto histori më pëlqejnë shumë. Këto histori më pëlqejnë shumë. Kristofor Kolombi ishte ai që zbuloi Amerikën. E di, ai ishte domethënë mbretëresha kishte mësuar shumë të mirë, midis generalëve, edhe ky i kërkoi ndihmë dhe ajo i dha, domethënë dha urdhrin, dha dhe paran, që të niseshin 3 anije për të bërë këtë zbulim që ky e mendonte se do ta arrinte. Dhe u nis ky, e kuptonti? Arriti, dihet fakti që arriti, po futemi me ato imtësirat, edhe u kthye. Mbretëresha mbuloi me lavde, me para pafunde tjera me prona. Edhe këta generalët e tjerë u bën shumë xheloz. Një ditë ishin të mbledhur tërë bashkë dhe i thon atij, "Ama si kush e di ç'a bëret", i than. Ata e bënin dhe neve. O ashtu i tha, "E bëre ti?" Po pse se bëre ta? Po bërim që kush e di ç'a bëret ti, se ashtu. Edhe ai u tha, "E bëni ti domethënë, mirë, e bëni vezën", ai tha. E merë në njëri e vendosë të mbi tavolinit dhe. U munduan ato tëra, hajde njëri, hajde tjetri me orë tëra. Si punë në fundi dhe, u mundët? O dhe asë ti se bëndot. Jo, unë e bej dhe. I da marrë vezën, bam, e theu, e ngullu ati mbi tavolinit. Jo, tha, po nuk e dinim se duhe thyër. E pra, kjo është problemi. Që ti nuk e dini atë që dija unë. Atë që se bere do ti e bera dhe unë, prandaj e meritoj atë që meritoj. Këtu duham të them këte që unë do t'a thuj vezën ardiqun. Vezën do t'a venë kem, do t'ja thuj bythën. Po ti ja tregove tani që do t'a thysh vezën e të thym para teja ato pastaj. S'kam treguar se ç'a do bëj unë, jo për vezën. Se unë nuk do zbuloj Amerikën. Amerika është zbuluar. Po unë do t'a bëj këtë vend dhe atë Europë të bindet që ka vetëm një rrugë, vetëm ligji. Duke manipuluar njerëzit, duke dredhuar. Besoj çdo ditë më shumë. Duke Kjo gjendja ku është Shqipëria, ku janë shqiptarët, me këtë gjë që po ndodhin, shqiptarët janë akoma në këtë pikë, në këtë gjendje. Ti e kishe fjalën tash pse Edi Rami vajti në Amerikë. Kështu do të thoshë ti? E thirrri atje. Ai ka thënë që po të vi ai Trumpi tha, bëhet mos e dhën Zoti thë që Trumpi të bëhet presidenti i Amerikës, thë se. Shiko, Edi Rama. Krushku kisha ardhur sot, Krushën kisha ardhur sot ishte. Krushku. Po, Krushku i them, me vërtet, Krushku i them unë me ato të mirë. Kashner.
Kashneri. Mirë. Se edhe ishte po ki bord I paqes, edhe Atëre. Isha ardhur në Vlorë ai. Me Si taku arkitektët për me bo planin e si ta kam thënë. Sazanit. Kashner dhe Tony Blair janë nga Ata që aktorët kryesorë të kësaj lëvizje. Janë të kësaj lëvizje dhe të tërë punojnë në favor të shtetit izraelit. Dhe prandaj unë kam thënë që ai bordi I paqes është një pyetje jashtëzakonisht e madhe sepse propozimet e amerikanëve në radhë të parë nuk gjejnë mbështetje në terren në kuptimin që Izraeli vazhdon krimet kundër palestinezëve, edhe vrasjet e gjithçka. Edhe sot, Po edhe sot I flas. Nuk diskutohet, në media nuk ka. Nuk diskutohet. Nga ana tjetër, një paqe e ndërtuar mbi një shtet sovran të cilën amerikanët dhe izraelitët kërkojnë ta bëjnë pronë të tyre, nuk ekziston. Nuk e pranojnë iranianët, nuk e pranojnë turqit, nuk e pranojnë kinezët, rusët e tjera e tjera. Dhe natyrisht edhe Erdogani. Atëre, Erdogan është në një farë mënyre personi që kërkon të jetë kudo, por gjithmonë në favor të palestinezëve. Po si kanë thirrë pra Erdoganin këto tani aty do? Ata e kanë thirrur, kjo nuk do të thotë që ai do të jetë dakord me vendimet dhe me veprimet e tyre. Rama e pranoi si kjo përgjigje. Atëre Rama është me një këmbë në varr politikisht dhe më falë për shprehjen, çdo gjë që t'i ofrohet nga Amerika, ai do thotë. Madje ai ka kërkuar, ka kohë që e kërkon. Ai ka kohë që e kërkon, nuk diskutohet. Nga ana tjetër, ai është në marrëdhënie partneriteti korruptiv financiar me Xherët Kashner. Do thënë ai po I jep territor shqiptar. Dhe ai përveç Sazanit. Po, dhe ai do të kallëzohet penalisht që ka dhuruar territor shqiptar. Kush do e kallëzoj? Unë e kam kallëzuar herë, po ta kallëzoj prapë. Edhe për këtë. Unë e kam kallëzuar tashmë për poshtërim të simboleve të Republikës, për faktin që ai është ulur në gjunjë para Melonit. Po, te kemi diskutuar. Ashtu dhe? Dhe nga ana tjetër ai ka dhënë disa territore të Shqipërisë me anë të, domethënë nga xhepi I tij, se kështu e di, se I ka të xhepi I tij dhe I jep ai. Sepse ai kërkon të jetë te elita botërore, kërkon një Sazan që ta ketë hotele për më të pasurit e kësaj bote. Po ku ti plasi për të pasurit e kësaj bote? Ç'është kjo logjik? Po kjo është logjik idiote. Ose logjik e maskarajit, e hajdutit, e tradhtarit. Dhe këta europianët edhe njerët ju këthem kanë ushqyer këtë lloj njeriu, e kanë ushqyer vetë. Dhe prandaj janë sot në atë pikë që do t'japin Groenlandën, pastaj sa t'japin Groenlandën do t'ju kërkojnë një tjetër, e kanë më lehtë pastaj. E kupton? Domethënë, unë para të paktën 18 vjet kam thënë që Europa është në atë pikën ku do të ndahet detyrimisht pjesa që ishte në ndikimin e Bashkimit Sovjetik do t'i bashkohet Rusisë dhe pjesa tjetër rrezik do mbetet kaq. Edhe do futemi tek ajo, ku do futemi? Kjo Bashkimi Sovjetik do futemi edhe kjo tjetër. Ne do ngeli. Miq. Ju falenderoj shumë që na aq sa jeni më të mirët. Për radhë që na thot atë këndvështrimin e vetë dhe të saktë vërtet gjithmonë duke u ruajtur dhe duke qëndruar sa më përpikt atë siç ka thot ligji dhe duke zbatuar çdo ditë më shumë. Kjo është ajo siç ka është më mira për një qytetar të devotshëm dhe betrayal and corruption are the worst thing that can happen and had happened to Europe. Cari cittadini italiani, il tradimento e la corruzione saranno la rovina dell'Europa e dell'Italia. Messieurs, les Français, à Monsieur Macron, la logique du plus fort que vous avez exercée contre moi, ça vous tombe sur la tête maintenant. La trahison et la corruption seront la fin de l'Europe. C'est-à-dire changer de façon d'agir, respecter la loi et les droits de l'homme, respecter les valeurs de l'Europe,
d'une fois. Kaloj mesazhin miq, ju përshëndesim, kujdesuni për veten dhe për gjithë ato që keni afër, si profesor Luka. Jeni mirë, takohemi sërish.